Ky është momenti i votimit në Këshillin Bashkiak të Kamzës për listën e familjeve përfituese nga programi i përmirësimit të banesave. Është data 24 janar 2025. Ka pyetje? S'ka diskutime? Jo, ajo do të thotë kush është për? Pa, kundra? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Miratorë. Sipas programit kombëtar të strehimit social për vitin 2025, Bashkia e Kamzës do të përmirësojë kushtet e banimit për 42 familje. Këto janë nga komunitetet të varfra dhe të pafavorizuara. Pas shprehjes së vullnetit të këtyre këshilltarëve nis propaganda që mbulon korrupsionin me paratë të varfra. Pas shprehjes së vullnetit të këtyre këshilltarëve nis propaganda që mbulon korrupsionin me paratë të varfërve. Tre këndëshi, kryeministri Rama, kryebashkiaku Rakip Suli dhe Safet Gjici në rolin e biznesmenit janë protagonistët që përcaktojnë fatin e këtyre familjeve. Safet Gjici sapo ka dalë nga burgu pas dënimit për korrupsion që pasoi skandalin seksual në zyrën e kryetarit të Bashkisë Kukës. Tani Rama po e rehabiliton ish kryebashkiakun me shpejtësi dhe po i jep tendera përmes zyrtarëve të besuar. Kryeministri Rama në këtë rast vepron përmes ministrit Blendi Gonxhe, të cilit i kanë dhënë në dorë të gjitha tenderat dhe projektet e rëndësishme. Megjithatë, Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka pasur agent të ngjeshur, prandaj është kujtuar për këtë projekt në qershor të vitit 2025. Ministri Blendi Gonxha bëri të ditur se me një investim prej 46 milion lekësh do të realizohen ndërhyrjet në banesat ekzistuese, duke garantuar kushte më të mira jetese për familjet përfituese. Ky është një model i angazhimit konkret për përfshirje sociale dhe zhvillim të barabartë në çdo cep të vendit, theksoi ministri. Përmes programit kombëtar të strehimit social për vitin 2025, Bashkia Kamës do të përmirësojë kushtet e banimit për 42 familje nga komunitetet e varfra dhe të pafavorizuara. Kjo fal projektive fituese të mbështetura nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Këtu nis abuzimi me paratë e caktuara nga buxheti i shtetit për strehimin. Bashkia e Kamës ka regjistruar tenderin me 15 korrik 2025, që në fakt rezulton një farsë. Prokurimi ka si objekt përmirësimin e banesave ekzistuese për komunitetet e varfra dhe të pafavorizuara, ndërsa fondi limiti i caktuar për këtë investim është 38.3 milion lekë PATVSH, që do të paguhen nga buxheti i shtetit dhe një pjesë nga vetë bashkia. Tenderi është mbajtur më 30 korrik 2025 me vetëm 2 pjesëmarrës. Sipas sinjalizimit të Open Data Albania me një flamur të kuq, kjo procedurë ka risk të lartë korrupsioni. Kompania e familjes së Safet Gjicit, Kevin Construction, SHPK, është favorizuar duke u eliminuar konkurrentja tjetër, megjithatë kishte ofertë më të ulët. Konkretisht, siç tregohet në formularin e shpalljes së fituesit, kompania Al Steel Construction 01 SHPK ka bërë ofertë afro 70 milion lekë të vjetra, më pak se firma Kevin Construction SHPK. Oferta e Gjicit prej 36.4 milion lekë është shpallur fituese me 12 gusht 2025, por me kontratën e firmosur 2 javë më vonë, vlera totale përfundimtare është fiksuar në 43.7 milion lekë. Politikani dhe biznesmeni Safet Gjici është shumë i lidhur me Kamzën, pavarësisht se është nga Kuksi. Edi Rama e ka përdorur për të shtrirë ndikimin e rilindjes në këtë qytet, ku banojnë kryesisht banorë të ardhur nga veriu. Pasi Safet Gjici nuk ja doli në 2015 përballë Xhelal Zmziut, në 2019 këtë arriti ish deputeti Rakip Suli që u zgjodh kryebashkiak. Ndërkaq Gjici do të rikthehej në Kukës. Safet Gjici u lirua nga burgu më 19 maj 2025, 3 javë para organizimit të këtij tenderi. Ai qëndroi 8 muaj në qeli dhe u la i lirë nga gjykata e apelit për arsye shëndetësore. Safet Gjici u dënua me 3 vite burg në aplikim të gjykimit të shkurtuar në 2 vite në akuzën e shpërdorimit të detyrës. Ish kryebashkiaku u vënë pranë nga pasrjedhjes në publik të videos intime me qytetaren Alma Kaçi. Ai është dënuar për korrupsion pasiv, pasi favorizoi Alma Kaçin duke i ofruar mbështetje financiare me vendim të Këshillit Bashkiak mbi një projekt për strehimin dhe kujdesin ndaj qenëve endacak në qytet. Tashmë Gjici rikthehet fuqishëm duke arkëtuar paratë e tenderave në mbështetjen e kryeministrit Edi Rama. Tenderi i Kamzës është vetëm një peshqesh i vogël, por Gjici në të njëjtën kohë, më 23 korrik 2025 do të merrte 3 miliard lekë për një kontratë tjetër. Është sërish Blendi Gonxhe që do të favorizonte Gjicin. Blendi Gonxhe i bën qok Safet Gjicit tenderin e rikonstruksionit të spitalit të Pogradecit. Kompania e tij tashmë menaxhuar nga Ivo Llajsa po ka marrë afro 3 miliard lekë me një procedurë të dyshim nga operatori blerive të përqendruara që varet nga Blendi Gonxhe dhe administrohet nga Arlinda Poga. Skualifikimi i të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, skualifikimi i ofertës me vlerë më të ulët,
Këtë klasifikim i ka bërë tenderit Open Data Albania. Për shkeljet e kryera procedura shënohet me flamur të kuq. Më konkretisht është fjala për tenderin me objekt rikonstruksioni godinës qendrore Spitali Pogradec me fond limit 292 milion lekë të reja pa të vëshë. Për të garantuar fitoren e kompanisë Stafet Gjisit është angazhuar si bashkim operatorësh edhe Arbër Abazi me firmën Alco Impex Construction SHPK, i cili në mënyrë simbolike merr pjesë me 7.2%. Roli i Abazit, nipit të Sadri Abazit në këtë tender, është thjesht politik për të amortizuar kundërshtimet për rehabilitimin nga partia të Safet Gjicit, por jo vetëm kaq. Në të njëjtën kohë Gjicit ka marrë një tender edhe nga Bashkia Demokrate e Kavajës më 14 korrik 2025. Kompania e Gjicit ka marrë nga Bashkia Kavaj kontratën me objekt ndërtimi lulishteve të qytetit me fond limit 22.7 milion lekë të reja pa të vëshë. Tenderi është fituar me flamur të kuq që tregon se Gjici po rehabilitohet edhe nga PD dhe përfiton fondin në shkelje të ligjit për prokurimet. Duke parë këtë shpërndarje të Gjicit në për disa tendera njëherësh, cilësia e punimeve dhe kapja e fateve vihet në dyshim, dhe shqetësimi më i madh është për fatin e parave të destinuara për banesat e familjeve të varfra. Vazhdimisht parat e këtyre fondeve janë bërë objekt abuzimi nga zyrtarët e bashkisë. Kujtojmë se kryebashkiaku Rakip Suli dhe disa vartës të tij janë duke u verifikuar nga SPAK lidhur me disa procedura të kryera nga Bashkia Kamës për banesat sociale dhe akomodimit të familjeve të dëmtuara nga tërmeti. Kallëzimi penal në SPAK i referohet veç dëshmive të banorëve edhe raportit të KLSH-s pas kontrollit në këtë bashki. Kallëzimi kërkon ndjekje penale për të zgjedhurin socialist për disa akuza si shpërdorim detyre, korrupsion dhe shkelje e barazisë në tendera.